Horoskopi për ditën e hënë 26 maj 2025, parashikimi i yjeve për të gjitha shenjat si dhe ngjyra e koha me fat. Le të fillojmë me shenjën e parë, dashi, shëndeti i gjumit, evito çdo pi alkooli pas dite, sepse mund të prish ritmin e gjumit dhe të lërë të lodhur nesër. Financat, nëse mendon se shpenzon më shumë se ç'duhet, kërko këshilla nga një person më i vjetër në familje, dikush që ka përvojë në kursim dhe menaxhim buxhetor. Jeta sociale, humori yt i zgjuar të bën qendër vëmendjeje në çdo takim. Përdore këtë forcë për të krijuar lidhje të reja dhe për t'u bërë i paharrueshëm. Marrëdhënia, nëse ndjen keqkuptime me partnerin, rezervojini pak kohë së bashku sot. Ndaloni së foluri me nxitim e filloni një bisedë të hapur, ndershme, kjo do t'ju afrojë dhe do të freskojë marrëdhënien. Mundësi e re. Mund të ftoheni të bëheni pjesë e një projekti ose iniciative që do t'ju sjellë lavdërime dhe shpërblime të vogla. Merre këtë si sinjal se universi vlerëson talentin tënd. Këshill shëruese, veshja e argjendit përmes bijuterive apo aksesorëve të tjerë do të mbështesë qetësinë mendore dhe balancën fizike. Guximi në shërbim të tjerëve, fuqia e dhënies. Një gjest i vogël bujarie, një fjalë mbështetëse, një vepër mirësie pa shurmë, do të zbulojë brenda një forcë të re. Çdo herë që ofron ndihmë, do të ndjesh guximin tënd të rritet. Sinjale nga universi. Mund të vëresh se rrethanat të vendosin në situata ku prania jote ka peshë, një rast ku zëri yt i butë ose ndihma e thjeshtë do të bëjë ndryshimin. Përfitimet e dhënies, mos mendoni se duke ndihmuar po humb. Përkundrazi, veprat tuaja të heshtura do të reflektojnë forcën që mbart brenda dhe do të hapin dyrë të reja në rrugën tuaj. Momente të favorshme, midis orës 17:00 dhe 20:00. Vesh diçka të kuqe për të përforcuar energjinë tënde të guximshme dhe jepi vetes leje të shkëlqesh në heshtje. Demi, ngjyra me fat, jeshile, koha më e favorshme, 15:00, 18:00, përmirësime fizike, çdo ndryshim i vogël në rutinën tënde të përditshme, një ushtrim i shpejt, një mask fytyre apo një stilim i ri flokësh, do të reflektohet menjëherë në pamjen tënde. Do të ndihesh më i freskët dhe më i sigurt, prandaj mos hezito të eksperimentosh me një detaj të ri që ke pasur në mendje. Financat, aftësia jote për të kursyer do të jetë në pikën më të fortë. Çdo shifër që vendos të ruash sot mund të bëjë diferencën në një moment të vështirë në të ardhmen. Ndërto një fond të vogël emergjence, investimet e vogla dhe konsistenca janë çelësi i sigurisë sënë. Jetë sociale, mbrëmja e sotme e gjen me miq, një darkë e thjeshtë apo një takim në natyrë do të sjellë gëzim dhe relaks. Gjëja më e mirë do të jetë planifikimi i një pushimi së bashku. Lini pas stresin dhe lini imagjinatën të fluturojë drejt destinacioneve që tërheqin zemrën tuaj. Dashuria, ndjesia e thellë e lidhjes me partnerin do të bëhet e dukshme sot. Çdo fjalë, çdo ndjesi do të kalojë me sinqeritet, duke bërë për vetë zemrën tënde. Ky është një shenjë e qartë e dashurisë së vërtetë. Shijoni këtë afërsi dhe planifikoni ndonjë moment romantik së bashku. Karriera, në punë mund të hasësh sfida të papritura. Disa gabime të vogla tërheqin kritika nga të lartë. Qëndro i qetë dhe mëson nga komentet. Ai që relaksohet përballë tensionit shpesh fiton respektin e kolegëve. Tregtarët do të kalojnë një ditë mesatare. Shmangni marrëveshjet e rrezikshme. Pjesëmarrja në ngjarje, një event social apo fetar sot do të jetë shumë i favorshëm. Prania jote atje do të forcojë lidhjet me komunitetin dhe ndoshta do të sjellë ide të reja që pasurojnë jetën shpirtërore. Surpriza e partnerit, bashkëshortia mund të befasojë me një veprim dashurie, një mesazh i ngrohtë, një dhuratë simbolike apo një gatim i veçantë. Përgjigju me një përqafim të sinqertë dhe ngrohtësinë tënde, kjo do të forcojë edhe më shumë harmoninë midis jush. Binjaket, ngjyra me fat, bezhe, koha më e favorshme, 10:00, 11:00. Nesër është një ditë për të ushtruar durimin, edhe kur natyra jote të nxit të veprosh shpejt. Pavarësisht dëshirës për të zgjidhur gjithçka menjëherë apo për t'ju përgjigjur një situate në çast, sot do të kuptosh fuqinë që fshihet në vetë përmbajtje. Duke mos nxituar, qoftë në një bisedë të rëndësishme, në një plan që nuk po ecën siç duhet, apo edhe në një moment pritjeje, do të hapet para teje një mundësi krejtësisht e papritur, një rrugë e re që më parë nuk e kishe imagjinuar. Reagimi yt i qetë do të sjellë transformime pozitive si në marrëdhëniet personale, ashtu edhe në fushat e tjera të jetës. Në vend që të shfaqesh impulsiv apo i paduruar, do të rrezatosh një pjekuri që do të sjellë respekt nga të tjerët. Sot mëson se si një mendje e shpejt mund të qëndrojë ende në pritje me hijeshi, pa humbur as pak nga shkëlqimi i saj.
Çliro tensionin që ke mbajtur brenda dhe vëzhgo se si mendja bëhet më e lehtë, e qartë dhe e gatshme për të marrë vendime të mira. Kjo qasje do të krijojë hapësirë për zgjidhje që më parë nuk i kishe parë, si dhe për qartësi mendore dhe emocionale. Do të ndjesh një paqe të brendshme që vjen kur ndalon së luftuari me kohën dhe fillon të besosh në rrjedhën natyrore të gjërave. Kjo ditë do të mësoj se jo çdo betejë duhet fituar me shpejtësi, ndonjëherë fitoret më të mëdha vijnë nga pritja me mençuri. Përdore këtë energji për të forcuar marrëdhëniet me ata që kanë rëndësi për ty, për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe për të hapur dyert ndaj mundësive që lindin vetëm kur je gati t'i presësh me qetësi dhe pranim. Gaforia, ngjyra me fat, blu, koha më e favorshme, 09-00-10-00, nesër, do të gjesh një qetësi të thellë në zemër që të ndihmon të besosh në rrjedhën natyrore të jetës. Ndonse mund të mos kesh përgjigjet e plota për çdo situatë, presioni për ta kontrolluar çdo gjë do të zbehet pak e nga pak. Lejo veten të dorëzohesh në ritmin e çastit, saktësisht aty do të ndjesh një lehtësim të menjëhershëm. Si ta forcosh këtë qetësi, fokusohu në frymëmarrje. Dediko 5 minuta mëngjesin e hershëm për të marrë frymë thellë, 4 sekonda frymëzim, 6 sekonda nxjerrje ajri, jeto në tanishëm. Çdo herë që mendja të ikë tek e nesërmja, ktheje menjëherë në momentin aktual, shijo zërat. Ndi veten të shtrirë të gëlltis frymën e parë të diellit, shkruaj në një fletore, shkruaj një fjalë të vetme për atë që po ndjen sot, ndoshta jam në rrugën time apo lehtësohem me pranimin. Kjo vërteton për brenda se po ecën drejt, dëgjoje trupin tënd, ai di më mirë se çdo plan i detajuar se çfarë ka nevojë. Lejo që energjia të qarkullojë lirisht në çdo heshtje, një yll i brendshëm po të udhëheq. Ndonjëherë mjafton ndjesia e qetësisë për të kuptuar se je në drejtimin e duhur. Ndërto këtë besim çdo herë që të ngrihet padurimi apo frika, kujto veten se durimi është gjithnjë një formë përparimi, kur ndjen se toka noton nën këmbët e tua. Besohu se çdo val po të çon më pranë qëllimeve të tua. Nesër, bluja e qetësisë së brendshme do të pushtojë çdo mendim, dhe ajo do të jetë shenja më e fortë se je vërtet në rrugën e duhur. Luani, ngjyra me fat, e kafja, koha më e favorshme, 12-00-13-30, nesër, trupi yt do të bëhet ilaçi më i mirë për mendjen tënde. Lëngësia e një ecjeje të thjeshtë në diell, gjuha e zgjatjeve të buta që ndezin çdo nyje të trupit, apo disa minuta aktiviteti të shkurtër, të gjitha këto veprime fizike do të shpërndajnë tensionin që ke mbajtur brenda. Ndjenja e rëndësisë mentale do të lehtësohet sapo të fillosh të lëvizësh. Nuk ke nevojë për një rutinë komplekse apo për orë të tëra në palestër, vetëm dëgjoje atë zë të brendshëm që të kërkon më shumë hapësirë për frymë dhe lëvizje, kur energjia fizike qarkullon pa pengesa. Mendja bëhet më e qartë dhe emocionet zhyten në një paqe të natyrshme. Çdo hap, çdo zgjatje, çliron një valë mirëqenieje që të ndihmon të qëndrosh i pranishëm dhe i qetë. Lejo që ky proces të mbush me energji, sepse kur trupi forcësohet dhe qetësohet, mendja gjen dritë dhe fokus pa e kërkuar shumë. Beso se kjo lëvizje fizike është ilaçi yt i ditës, ai të forcon, të qetëson dhe të rikthen ekuilibrin në çdo mendim. Nesër, besohu në fuqinë e vogël e të heshtur të lumturisë së papritur. Lejo çdo buzëqeshje të hyjë pa pengesa dhe shiko se si kjo hap dyer për mirëkuptim, dashuri dhe një ndjenjë balancimi që vetëm një akrep i hapur mund ta përjetojë thellë. Virgjëresha, ngjyra me fat, e verdhë, koha më e favorshme, 10-00-11-00, nesër, liria nga planetët të jep mundësinë të hapësh veshët e zemrën për një mësim të çmuar që nuk e ke kërkuar me përkushtim. Mund të vijë në formën e një bisede të qetë me dikë që të njeh mirë, apo edhe gjatë një detyre të zakonshme që kryen pa shumë mendim. Mos u përpiq të analizosh çdo gjë, thjesht përqendrohu në momentin e tanishëm. Kur je i qetë dhe i natyrshëm, mençuria gjen rrugën drejt teje. Si ta shfrytëzosh ditën, vëzhgo momentet e vogla, ndalo për pak kohë gjatë preparimit të një kafeje, drejtoje vëmendjen te zërat dhe nuhatjet. Aty mund të lindë një ide e re. Biseda e përditshme, një kolegu mund të ndaj pa dashur një pikpamje që do të hapë sy e vesh. Qëndro i pranishëm, shkruaj kur ndjen klik, nëse një fjalë të ngjall ndjesin kjo ka kuptim për mua, shkruaje. Reflekto më vonë mbi atë që shënuat, do të kuptosh pse pati rëndësi. Ky mesazh i heshtur do të jetë personal dhe shërues. Do të kujtoj se shpesh mençuria më e madhe vjen pa zhurmë, nga burime të papritura. Kur zemra dhe mendja bashkohen në qetësi, çdo zëri i brendshëm bëhet më i fortë.
Përdore ngjyrën e verdhë në veshje ose aksesor për të nxjerrë në pa dritën dhe optimizmin që ky ditë po të sjellë. Mes 10:00 dhe 11:00. Përqendroje energjinë te ajo që ndjen më e vërtetë, sepse atje do të gjesh mësimin që po pret ty. Kjo njohje e re do të lulëzoj brenda teje dhe do të sjellë qetësi të përhershme. Peshorja, ngjyra me fat, e zezë, koha më e favorshme, 15:00, 17:00, nesër, forca jote më e madhe do të jetë guximi për të shprehur me sinqeritet. Nëse ke një nevojë që kërkon vëmendje, qoftë një ndjenjë të lënë pas dore, një dëshirë personale apo një pritshmëri për sjellje të mirë në marrëdhënie, merr pak kohë për të formuluar me kujdes fjalët. Një fjalë e qartë dhe e mirëkuptueshme nga ti mund të ndryshojë thellësisht energjinë midis teje dhe personit tjetër. Para se të flasësh, kaloji mendimet për një moment në heshtje. Zgjidh 3 fjalë të thjeshta që përmbledhin atë që ndjen. Koha e duhur, prit deri pas dite, ndërmjet orës 15:00 dhe 17:00. Kur kozmosi të mbështet balancën dhe komunikimin e qetë, toni dhe qëndrimi, flet me një ton të ngrohtë dhe të butë. Qëndroj relaksuar, me shpatullat poshtë dhe sy drejt personit ndaj të cilit po u drejtohesh, për kujdesje për reagimin, jep hapësirë për përgjigje dhe dëgjo me vëmendje. Kur bashkëbiseduesi ndjen se je i pranishëm, ai ajo do të përgjigjet me respekt dhe përgjegjësi. Kur flet tëndën me mirësi, nuk dukesh si dikush që imponon, por si dikush që flet nga zemra. Të tjerët ndjejnë vlerësimin dhe janë më të gatshëm të bashkëpunojnë. Ky qartësie misore krijon një hapësirë të re mirëkuptimi dhe balancë, 2 aspekte kryesore për çdo marrëdhënie të suksesshme. Çfarë përfiton ti? Një ndjenjë lirie kur nuk mban më brenda qëndrime të ngurta apo pasiguri, rritje e besimit në vetvete, sepse të flasësh sinqerisht është shenja më e madhe e vetvlerësimit. Akrepi, ngjyra me fat, jeshile, koha më e favorshme, 14, 30, 15, 30, nesër, papritur do të shfaqet një çast gëzimi që nuk e kishe pritur, mund të jetë një të qeshur e sinqert. Një mesazh i ngrohtë nga dikush që të do, ose thjesht një frymë me lehtë e erës që të përshkon në fytyrë. Si akrep, ke tendencë të zhytesh thellë në pyetje ekzistenciale dhe të kërkosh kuptime të thella, por kjo ditë të sfidon të pranosh se shërimi shpirtëror shpesh vjen në mënyra të thjeshta dhe në çaste të papritura. Si të mirëpresësh këtë gëzim të papritur, përqafo pa analizë, kur ndjesia të trokas papritur, mos mundo të nxjerrësh menjëherë përfundime. Lejo që të depërtoj gëzimi, si ujë që përshkon gurët, pa e ndalur për ta vlerësuar. Shëno momentin, mbaj një ditar të vogël me një fjali për të përshkruar atë që ndodhi, p.s. Një zog këndoi pranë dritares, mora një mesazh dashurie nga miku im. Kjo të ndihmon ta rishikosh më vonë bukurinë që shpërtheu në ditën tënde. Lejo dhuratën të përhapet. Kur zemra e mbushet me gëzim, shpërndaj atë, një përqafim, një falënderim apo një buqet lule dielli për dikë tjetër mund ta shumëfishojë lumturinë. Ky moment i vogël, por i fuqishëm, do të plotësojë zemrën tënde në mënyrë të papritur. Nuk ka nevojë ta kontrollosh. Gëzimi i papritur është si rreze dielli që thyet mbi sipërfaqen e ujit. Njerëzit që të rrethojnë do ta vënë re. Sepse ndriçimi yt do të jetë i vërtetë dhe i vëmendshëm. Mirësia që vjen pa kërkuar krijon hapësirë për shërim, ajo të kujton se bukuria zbrazet vetëm kur e lësh në lëvizje. Pranimi spontan ofron një pushim nga analizat intensive, duke të lejuar të rifitojë thellësinë e ndjenjave të pastërta. Nesër, besohu në fuqinë e vogël e të heshtur të lumturisë së papritur. Lejo çdo buzëqeshje të hyjë pa pengesa dhe shiko se si kjo hap dyrë për mirëkuptim, dashuri dhe një ndjenjë balancimi që vetëm një akrep i hapur mund ta përjetojë thellë. Shigjetari, ngjyra me fat, e artë, koha më e favorshme, 11, 15, 12, 00, nesër do të kuptosh se ecja e ngadaltë është po aq e vlefshme sa vrapi shpejt, të dyja janë pjesë e rrugëtimit tënd. Mund të ndjesh sikur asgjë nuk po lëviz mjaftueshëm shpejt, por në të vërtetë, përparimi po zhvillohet në heshtje prapa skenave. Çdo hap i vogël që bën, qoftë një telefonat e planifikuar, një detyrë e përfunduar me kujdes apo thjesht një moment reflektimi, po i jep rënje të forta ëndrave të tua. Si ta thellosh këtë mësim? Mbaje vëmendjen te qëllimi. Shkruaj një listë me 3 gjëra që ke arritur javën që lan pas, pa marrë parasysh sa të vogla. Pritja me qëllim. Çdo herë që ndjesi durimi të sfidon, thërrit në mendje fjalën themel, se çdo themel kërkon kohë për të tharë dhe forcuar. Frymëzoje shpirtin. Mëso një proverb që lidhet me durimin, për shembull, frytet e ngadalta janë më të ëmbla. Recitoje në mëngjes, fuqia jote e jashtëzakonshme nesër do të jetë durimi. Ai është aleati yt më i fshehtë.
Kur ndjenjit se ritmi yt ngadalësohet, kujto se rrënjët e një peme nuk duken nga sipër, por janë baza e të gjitha degëve që rriten lart. Mbaje zemrën të hapur dhe shpirti yt të vendosur, pasi çdo nisje e vogël do të sjellë në kohën e vet një lulëzim të madh. Gezo çdo moment të ditës. Mbrëmja e qetë, sugjerohet ndonjë film historik për një mbrëmje që ju plotëson. Britsjapi, ngjyra me fat, e ardh, koha më e favorshme, 16:00-17:00, nesër, mund të përjetosh një rastësi kaq të përsosur sa mund ta mendosh se ishte pjesë e një plani të menduar. Qoftë një emër që të bie në sy, një vend që ndodh sërish në bisedë, apo një detaj i vogël në rrugë që të tërheq menjëherë vëmendjen. Mos e shpërfill këtë moment si thjesht rastësi, janë sinjale të buta nga universi që po të ftojnë të hedhësh një sy më vëmendshëm. Ajo që duket si një lidhje e hollë sot, nesër mund të shndërrohet në një mundësi të vlefshme, një informacion që të udhëheq drejt një projekti të ri, një personi me të cilin ke diçka të përbashkët. Apo një ide që shkakton një zgjim brenda teje, si një britsjap praktik, ke tendencë t'i bazosh vendimet në fakte dhe marrëdhënie të provuara. Por nesër do të jetë e dobishme ta lësh veten pak më shumë, shëno çdo rastësi që të duket e veçantë, madje edhe nëse në fillim të duket e parëndësishme. Mbase është një emër që kërkon të kërkosh në internet, një qytet që të fton të mendosh për plane udhëtimi, apo një frazë që ngjall një ndjenjë të re brenda teje, si të veprosh. Mbaj një shënim të vogël në telefon ose letër me rastësitë që të bien në sy, ndalo për një çast dhe pyet veten, pse po ma tërheq këtë vëmendjen? Ndoshta do të zbulohet një lidhje me një ide apo një njeri që të ndihmon të realizosh një qëllim që ke mbajtur në heshtje. Kjo ditë është një kujtesë se rruga më e drejtë shpesh na tregohet në heshtje dhe përmes gjërave të vogla. Mbaje zemrën dhe mendjen të hapura dhe përgatitu të shohësh si një detaj i vogël mund të zgjojë mundësi të mëdha nesër. Ujori, ngjyra me fat, e zezë, koha më e favorshme, 14:00-16:00. Nesër mund të ndjesh një val guximi që të shtyn të bësh një hap të vogël drejt asaj aventureje apo projekti që e ke menduar prej kohësh. Nuk ka nevojë për një kërcim të madh, mjafton një lëvizje e vogël, por e vendosur që rrit besimin tënd. Zemra jote do të japë atë vetë besim të qetë, qoftë për t'i thënë dikujt të vërtetën, për të nisur një aktivitet të ri, apo për të përballuar një frikë të fshehtë. Përgatitja e momentit, mendo për një hap konkret, PS. Dërgo një mesazh, nis një ide në letër, regjistrohuni për një kurs të shkurtër, frymëzohu për pak minuta, merr frym thellë për 3-5 herë. Duke u përqendruar te ndjenja e guximit që çliron, vepro me zemër, lejo që qetësia të shoqërojë në çdo hap, si duhet çdo detaj i planifikuar, vetëm besimi se po ndjek atë çka të thotë zemra. Ky hap i vogël do të hap dyer që shihen vetëm nga ata që guxojnë. Ndërsa ecën me butësi drejt rrezikut minimal, do të vëresh se shpërblimi do të jetë i përhershëm, një ndjesi e re besimi, energji kreative dhe mundësi për rritje të qëndrueshme. Nesër, lejo guximin të jetë shoqëria jote më e mirë. Një rrezik i vogël sot do të të japë frytet e një transformimi të madh nesër. Në mbrëmje shijo pak muzikë relaksuese për shlodhe dhe relaks. Peshqit, ngjyra me fat, blu, koha më e favorshme, 11:00-13:15, nesër, shpërndarja jote natyrale e qetësisë do të veprojë si një balsam i butë për të gjitha ata që të rrethojnë. Nuk do të bësh asgjë me zor, por prania jote e paqë do të ulet mbi tensionet si një val e qetë bregut. Njerëzit mund të vinë drejt teje për një fjalë mbështetëse në heshtje, ose thjesht do të ndjejnë lehtësim kur do të jenë pranë teje, si ta forcosh energjinë tënde qetësuese, qetëso frymëmarrjen, çdo një orë. Ndalo për 30 sekonda dhe merr frym thellë nga barku, duke ndjerë se si çdo frymëmarrje rikhthen paqe. Në një moment të përshtatshëm, fshiu nga zhurmat e shtuara, një dhomë e qetë, një zyrë pa zhurmë, apo një kënd i qetë në ambient, përdor element natyror, mbaj pranë një gotë me ujë të freskët, një gjethe lulesh apo një kristal blu, gjëra që simbolizojnë qetësinë dhe ekuilibrin gjatë gjithë ditës. Lejo që kjo natyrë e të qenit të tokës, e rrënjosur dhe e qëndrueshme, të hap rrugën për ty kur ti reflekton qetësisht me botën përreth. Ajo do të pasqyrojë qartësinë që shfaq brenda teje. Në këtë mënyrë, ndihma që shkon te të tjerët do të kthehet në një burim i ri qartësie për zemrën tënde. Nesër, bluja e qetësisë do të pushtojë shkallët e ditës, lejo që ajo të jetë drita udhëzuese për çdo hap. Pavarësisht se shpesh je figura kryesore në çdo ambient ku ndodhesh, këtë javë fillon një fazë e re ku puna në grup do të sjellë përfitime të mëdha. Nuk është dobësi të mbështetesh tek të tjerët, përkundrazi, është një shenjë e mençurisë dhe maturisë.
Ti mund të jesh aktori kryesor në skenë, por edhe një kast e fortë rreth teje do ta bëjë shfaqjen më të suksesshme.